Andaj, ju bëj thirrje ju dhe i bashkangjitëm thirrje së institucionit tonë të nderuar të Kryesisë së Bashkisë Islame, që të kemi kujdes ndaj fëmijëve tonë, të kemi kujdes ndaj familjeve tona, të kemi kujdes ndaj djemve dhe vajzave tona, ti edukojmë ata në fryma të drejta, të pastërta, të fesë dhe të kombit dhe të traditave tona të pastërta dhe të mirëfillta fetare dhe kombëtare. Për ndryshe, unë edhe i herë po e përsëris, fatkeqësisht, ne me të vërtet jemi me tërqenjen duke prit ku po ndodh edhe qysh po ndodh edhe ku po kërset tragjedia e radhës. Sepse me protesta, me deklarata të thota boshe nuk ndalen dukurit negative në shoqëri, por me mosa konkrete. E ato janë edukimi i mirëfillt fetar në për shkollat tona. Por derisa nuk bëhet pjesë e edukimit të gjeneratave tona, edukimi fetar, sikur qysh është në për të gjitha vendet evropiane dhe botërore thujase, ne kemi me vazhdue, me qalu edhe me pos edhe mu ballafaqu me kësi probleme të kësoj natyre, që fatkeqësisht nashta dikujna po i konvenon. Që fatkeqësisht nashta dikush po derdhë edhe miliona në këtë vend për ta degeneru edhe për ta shkatërru këtë rini tonën të pastër. Hajde bashk t'ju dalim përballë edhe përpara krejt këtyne fenomeneve e t'ju thojmë jo këtyne dukurive e t'u e lutim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu me na bashkue, me na forcue në mbrojtjen edhe në ruajtjen e familjeve, e fëmijëve, e vajzave, e djemve tonë. Sadakallahu al-azim. La ina ahsan al-kalami wa